Hoxh, me gjithse ashtu numri të rinjeve që vinë në xhami, që agjerojnë, i pjesëmarrësve dhe në namaze, po një shqetësim tjetër i shoqënisë tonë është fatkeqësitë e mëdha që po ndodhin kohëve të fundit, degenerimi, vrasje të shumta, dhunë të shumta. Çfarë mesazhi kishe nda me këtë qytetarë tonë edhe me njerëz të cilët mesazhi im kryesor është që rinia të kenë kujdes ndaj atyne dukurive që edhe ata i dinë, të largohen sa më shumë nga alkooli, nga droga, nga këto prishje se me të vërtet çdo ditë po e rëndojnë rinin tonë, po gjithashtu edhe si institucionet bojnë më shumë. Une shpesh kur të rri me njerëz, më thonë, hoxh, filën venin, e kemi zbulu venin ku po shitet droga dhe policia nuk po intervenon. Dhe kjo është shumë e keqe, shumë e rëndë. Jo, po e presin deri të kapët kështu edhe deri ashtu, institucionet dhe ata që janë përgjegjës duhet të veprojnë me njerë. Prandaj na gjithmonë si Bashki Islame insistojmë edhe në hutbet tona, edhe në xhamit tona, edhe në Ramazan, ju flasim shumë, po kërkojmë gjithmonë me ngulm që edukata jonë fetare të futet në shkolla, sepse është në për gjithë Evropën, në krejt botën. Dikush një analist e njëva njerë thot, po dojnë më na i bo fëmijët hoxhallar dhe hoxhonica. Kjo është ignorancë, çfarë thot një njeri që del në televizion. Hoxh dhe hoxhonic duhet më kry shkollë të veçantë për mu bo dhe me marrë diplomën. Na po dojmë fëmijëve tonë më dhon edukat në shkolla, qysh i jep hoxha shqiptar atje në Austri, në Gjermani, në Angli, tani edhe në Francë, që e kanë fut në ligj së shpejti, që më i thirr hoxhallar dhe priftrit më ju fol fëmijëve, rinis, mu largu, fëmija, kur të njën prej hoxhës është ndryshe me një prej një arsimtari. Sepse lidhja jote me Zotin Gjellëshanu, thirrja jote si udhëheqës fetar ndikon ma shumë të fëmijët, na e dim. Dhe kjo neve na bën të dyshimt pse ky hezitim që të futet edukata fetare në shkolla. Pse jo, nga klasa e 5, spaku. Hajde jo nga klasa e parë. Nga klasa e 5 deri në 9-ën, mas shumë ti kanë nevoj fëmija jonë për më eduku dhe për mja dhon një edukat që ai me respektu Zotin e vetë, prindin e vetë dhe mësusin e vetë. Nëse këta 3 nuk respektohen nga fëmija dhe devion, çalon edukimi i tij në këtë periudhë të jetës, definitiv ka gjasa për largim nga arsyeja dhe degenerimi. Prandaj duhet mundohemi sa më shumë si shoqëni, edhe si qeveri, edhe si institucione korrektuese, policia dhe gjitha ato që janë përgjegjëse për mbarvajtjen e edukimit nëpër shkolla, duhet mi majtë në kontroll më shumë. Duhet kemi më shumë patrulla, duhet kemi më shumë kontrolla nëpër shkolla që të evitohet e keqja, sepse njëherë, 2 herë nëse evitohet e keqja, nuk shkon ai fëmijë, se ai është fëmijë. Nuk është 18 vjeç, nuk është 20 vjeç, më insistun të keqen. Nëse është pik, që themi na hoxhallarët, është pik me haram. Jo, ai është fëmijë. E ti kur të lesh në atë periudhë që devion, është humba i fëmijë.